Po, ka qenë periudhë shumë e keqe imje, shumë e keqe. Ndoshta përkoj dhe me gjëra të tjera, por kaloi Covidi. Edhe këtë periudhë kam qenë pa qef, pikërisht si rezultati shumë gjërave. Impakti të Covidit dhe një gripi që mora tani që mu duk dhe ai si Covid. Ka qenë e keqe për disa arsye. Para, u detyrova që të përcjellja 3 prindrit, njëri mbas tjetrit. Vjerën, që vuajti shumë dhe u detyrova ta mjekoja në shtëpi vetë, deri ke dekupituset, janë ato plagët që hapen kur gangrenizohen. Vjerin, që ai pati një vdekje të paqët, po ishte një burr i paqët, si Tërbaçioti mirë që ishte, dhe iku si një nga inxhinierët më të mirë që ka patur Shqipëria, dhe ndërtuesit e gjithë hidrocentraleve në Shqipëri. Dhe maman time që iku në periudhën e Covidit, jo nga Covidi, po nga një ishemi cerebrale, dhe imagjino se sa e vështirë ka qenë atëherë për mua, që unë duhet vrapoja deri në Durrës dhe fatmirësisht, duke qenë se isha në pozicionin e deputet, zëvendësministës atëherë, kisha mundësi që televizja dhe këtë ma mundësoj Sandër Lesha, që e përshëndes shumë atëherë që me ato lejet që me ato lejet, sepse mamaja ishte vetëm dhe nuk ishte njeri kur si qëndronte, kështu që unë detyrohesha të shkoja në Durrës ta shifja derisa e shtruar në spitalet, derisa në fund vdiqit, dhe nuk ka pas moment më të tmerrshëm kur ti përcjellje njerëzit e tu vetëm. Për herë të parë kam kuptuar, Mirela, se dua të ndaj këtë moment me ty, se jam e bindur që se ka ndarë njeri, çdo të thotë, kur përcjell një njeri dhe mbas përcjelljes ha të bukën e përcjelljes. Nuk ka rëndes më të madhe, se sa kur njerëzit e tu i çon ke bota e përtej me vetëm, dhe ti nuk ke mundësi ti mbledhës për të ngrënë bukën e fundit për atë njeri që ti e përcjell. Është trishtimi më i madh njerëzor. Dhe është dhimbja më e madhe që ty të ngjelet si peng në jetë, sepse ke dëshirë të japësh bukën e fundit për njeriu që të ka sjellë në jetë. Ishte një dhimbje shumë e fortë. Për të ndjekur episodet e plota të intervistave, subscribe në kanalin Mirela Milori në YouTube.